Vehip Peçi është adoleshenti i 4 që jep fund jetës në këto muaj. 17 vjeçari ishte nxënës i gjimnazit Seri Shapo në Gjirokastër dhe ka paralajmëruar vdekjen e tij. Pasi është takuar për herë të fundit me nënën dhe 2 motrat pas drekës së Pashkës, i riungjit në katrin e dytë të banesës ku jetonte dhe ka kryer aktin e vetvrasjes. Adoleshenti u gjet nga familjarët pas Tiranës si mungesa e tij për rreth 1 orë. Sa aktë rënd i riu mësoi se kishte paralajmëruar kohë më parë pasi u kishte thënë shokëve të tij të klasës se do të shtektonte tek Zoti në 20 prill ditën e Pashkës, por shokët asnjëherë nuk i morën seriozisht fjalët e tij. 17 vjeçari kishte shkruar në anglisht vdekjen e tij, por kjo ngelet për të vërtetuar nga OPJ-ja. Pas vdekjes së të riut, fshati ku jetonte ka pllakosur heshtja, ndërsa janë hapur edhe dyert e mortit. Personat që e kanë njohur 17 vjeçari thonë se ishte një nxënës me rezultate të mira në shkollë, ndërsa ndiqte 2 kurse ato të informatikës dhe të anglishtes. Viktima jetonte me nënën dhe 2 motrat e vogla, 10 dhe 3 vjeç, kurse babai punonte marinar në flotën tregtare të Danimarkës. Raportohet se ky i fundit pasi ka marrë vesh për vdekjen e të birit ka tentuar vethidhje në det për të mbytur pasi ishte në rëndrim në brigjet e Skocisë. Dhe i përket anës financiare, familja është në gjendje të mirë. Një afër jashtë-kamrave pranoi se i mitur i bullizoi në shkollë, ndërsa banorët thonë se janë një familje shkëlqyer dhe këtë që ndodhi askush nuk e priste.